13 ditë para vitit të ri, qendra tregtare Remal në Tetov filloi me ofertën për konsumatorët. Konsumatorët do të mund të shijojnë programet e larmishme muzikore dhe argëtuese çdo ditë. Konsumatorët kësaj kanë mundësi që gjatë gjithë kohës që do të qëndrojnë në këtë qendër të argëtohen, por edhe të gjejnë artikuj me çmime shumë të lira. Në kuadër të aktiviteteve, sot qytetarët dhe vizitorët i argëton Leutrim Zeinullahu dhe DJ i njohur Niki, si dhe gjatë weekendit grimim gratis. Më 25 dhjetor të pranishmit do t'i argëtoj Big Mama, Vlatko Lozanovski, DJ Erol dhe Baleti Menada. Po ashtu nga 25 dhjetorje deri më 30 dhjetor do të mbahet edhe panairi i zanateve, ndërsa më të vegjëlit do të mund të fotografohen dhe shoqërohen me Baba Dimrin. Po ashtu është parapare dhe zbritje nga 25 deri në 70% në këtë qendër tregtare. Remal vazhdon me shopping Euforia. Këtë javë është Leutrim Zeinullahu dhe DJ Nik prap. Në bashkëpunim me brendet tona arritëm që të krijojmë dhe të bëjmë zbritje speciale. Kemi zbritje deri 70%, kemi fotografim falas. Gjithë kjo në kuadër në kampanjën Shopping Euforia për një muaj plot magji në Remol. Javën tjetër, është Vlatko Lozanovski, është Big Mama, trupa e Baletit Menada. I ftojmë të gjithë qytetarët që të vinë. Si gjithmonë, Remalli mundohet që të sjellë një koncept të ri për shopping, është argëtim dhe shopping në një vend. Pikërisht sonde jam në Remal, ndjej një kënaqësi të madhe sepse performoj normal në Tetov, në vendin tim. Gjithashtu më bëhet qefi që në një ambient të tillë asnjëherë nuk kam performu, duke këndu njerëzit bëjnë shopping, blejnë gjëra, kështu që edhe unë jam rahat edhe njerëzit, e shohin punën e tyre. Është hera e parë që bëj kështu performancën, jem shumë mirë, shumë relax, kam përgatitur një repertuar të qetë me muzika me balada që tu pëlqej edhe publikut, kështu që krejt është në rregull. Remal për festat e vitit të ri tashmë ju sjell atmosferë vërtet festive dhe vlen të vizitohet.